Prej kapën avin mollnat, alarmon të rritja e Kinës në tregun e Kosovës. Sipas të dhënave nga Instituti GAP, top 10 partnerët tregtar të Kosovës për import aktualisht janë Gjermania me 1 miliard euro, Turqia me 926 milion euro, Kina me 920 milion euro, Italia me 368 milion euro, Macedonia Veriore me 350 milion euro, Shqipëria me 286 milion euro, Greqia me 279 milion euro, Polonia me 273 milion euro, Serbia me 234 milion euro dhe India me 185 milion euro. Në vitin 2024, Turqia ka qenë partneri kryesor për import, ndërsa Gjermania ka qenë në vendin e dytë. Vendi vitin e fundit ka importuar mollra në vlerë rreth 7 miliard euro. Një trend interesant është rritja e importit nga Kina, ku gjatë 4 viteve është rritur në vlerë prej 100%, duke u afruar kështu me shpejtësi afër $1 miliard. Nga 452 milion euro para 4 viteve, tashmë vlera e mollrave kineze në tregun kosovar është rritur në 920 milion euro. Këtë rritje të prezencës së Kinës në tregun e Kosovës e ka parë me shqetësim ish kryetari i Odës Ekonomike, Berat Rukiqi, i cili ka thënë se masat konkrete duhet të jetë vendosja e tarifave minimale prej së paku 30% për produktet e importuara nga Kina, e cila sipas tij është kundër interesave të Kosovës.